54 dështoj. Prandaj, në vazhdimsi të saj, se u kam tani deklaratën e drejtorit CIA-s, u detyruan që në vitin 1970, drejtori CIA-s për Shqipëri tha, dështuam, do ndryshojmë platformën, do vendosim strategjinë e plasaritjes që bën me shpifje dhe me intriga letrash që futën vrarvase në Shqipëri. Pra dhe vetë të shtete ka të mëdha, kanë pas kaq probleme të mëdha për realizimin e qëllimeve të tyre, për rrezimin e pushtetit politik. Problemi shtrohet shumë thjesht për njëri normal. Si ishte mundur 44-2010 nuk u realizua dot rrezimi i pushtetit politik e Hoxhës. Kjo është pyetje që unë e kisha përgatitur. Sepse shteti shqiptar fillimisht punoi me Jugosllavinë dhe veçanërisht pasaj me Rusinë, ndërtoi dhe organizoi në mënyrë të shkëlqyer shërbimin e fshehtë të zbulimit politik dhe zbulimit ushtarak, dy drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik i quhet Drejtoria e Tretë e Ministrisë së Brendshme, u vendos të instaluan Ministrinë e Punës Jashtme. Ndërsa Drejtoria e Zbulimit Ushtarak në Pallatin e Brigadave në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Drejtoria e Zbulimit Politik kishte mision të ndiqte veprimtarinë dhe zbulon të hapit të gjithë diasporën politike dhe ekonomike jashtë shtetit, e cila në bashkëpunim me agjentorët të huaj kishte për qëllim rrëzimin e Partisë Punës dhe të Hoxhës. Ndërsa Drejtoria e Zbulimit Ushtarak kishte për detyrë të ndiqte gjithë veprimtarinë e shteteve kërcënuese që përbërnin për shqiptarën Jugosllavisë, Greqisë, Italisë, NATO-s për përbërjen, organizimin, dislokimin, veprimtarinë ushtarake dhe kërcënimin e civilin e Shqipërisë, të cilat unë i paraqesë libër me atë dhënë kishim ne kompjuter. Do të pyes një nga i për këto. Shqipëria u bë anëtare e Traktatit të Varshavës, lidhur me këtë që ju thatë për mbrojtjen e vendit tonë, që në vitin 55 kur u themelua deri në vitin 68 kur doli. Çfarë roli pati vendi ynë gjatë kësaj kohe që ishte antar dhe çfarë ndodhi në momentin kur Shqipëria u largua? Sepse ishte lajmi numër 1 në botë. Traktati i Varshavës me në krye Bashkimin Sovjetik nuk kishte asnjë hapësirë në detat e Mesdheut. Nëse flota e jashtë kishte gjithë Mesdheun, se kishte antar Greqi, Itali, Spanjë, Francë, pastaj bëri Turqi dhe Greqinë në 56-ën, Bashkimi Sovjetik lëvizte me anije në Afrikën e Veriut. Dhe hyrja e Shqipërisë në Tratatin e Varshavës, Bashkimi Sovjetik i hapi qersa të dyre fare dhe hyri Pashalimani. Kur zotron Mesdheun, Pashalimani ishte pika më strategjike me Mesdheun. Dhe ai solli, siç e dini ju, 12 në vdesje, nga të cilat 4 në vdesje ishin bashkëpunim me 2 ekipet, nësa 8 në vdesje ishin vetëm ekip rus, i cili kishte mision vetëm zbulimin në New York, që lëvizte gjithë Mesdheun, Napoli dhe metra, vetëm me rus, 8 në vdesje të dhe prandaja Urshovi i jepte aq rëndësi Shqipërisë dhe pastaj ministrat e mbrojtjes saj, sepse nëpërmjet Pashalimanit dhe hapësirës detare që lëvizte flota ruse në Mesdhe, ajo e kishte kontroll të plot gjithë lëvizjen, përbërjen, organizimin, dislokimin e flotës jashtë amerikane, kishte realiteti më i ashpër. Ishte sepse Rusia kishte frikë, sepse aeroplanmajtësit dhe në deset amerikane ishin në pajisje me armë bërthamore. Do të pyes për këtë, po si arriti, me çfarë guximi Enveri u prish me Bashkimin Sovjetik pikërisht në këtë moment dhe u largua nga Traktati i Varshavës? A kishte rrezik që Bashkimi Sovjetik sulmonte Shqipërinë? Patjetër, mas i vit ju bë plani, të cilin e kundërshtoi. Plani është në libër, plani që kundërshtoi Ceaușescu me Titon, që nuk hapë korridorin ajror. Bashkimi Sovjetik bëri plan për të pushtuar Shqipërinë. Po, tani ishte një trimëri e madhe që të merre një vendim aq të madh kundër Bashkimit Sovjetik. E mori vendimin. Dhe ki parasyshti, mbas largimit të flotës ruse nga Pashalimani dhe të aviacionit nga qyteti Stalin, komandanti i NATO sa u shtrirua Mesdheu. Po para se të vim këtu, çfarë bëri që Bashkimi Sovjetik mos e sulmonte Shqipërinë? Bashkimi Sovjetik bëri planin e ndërhyrjes me aviacion me flotë dhe flota luftarake nga Sevastopoli mori uri dhe nise nga Bosfori dhe të vinte në Mesdhe, ndërsa aviacionit ju kërkuar korridorit ajror, e shpjegohet ju në Rumanisë dhe Jugoslavisë,
të jetë në Shqipëri dhe të dy udhëheqësit e dy vende e refuzuan dhe shpërtheu problemi Kubës. Dhe këtu na ndihmoi Kuba? Po, shpërtheu se Amerika të me Kubën për plasë problemeve të... Po, jo aty ishte gati lufta bërthamore. Dhe pasaj problemi u ndërprek. Dhe te shpjoti libri, një general rus që ka mbuluar Ballkanin ka bërë librin për këtë, e shpjegon komplet planin që është në arshivat e Ministrisë Mbrojtjes të Bashkimit Sovjetik, plani ushtarak për pushimin e Shqipërisë. Në cilin vit edhe një 50-e? Në vitin 62. 62, më fal. Qofse Bashkimi Sovjetik do pushtonte Shqipërinë, çfarë ndodhte? Natyrisht do kishte konflikte botërore me NATO, sepse NATO ishte tepër e shqetësuar sepse hyrja e Bashkimit Sovjetik duke pushtuar Shqipërinë i krijonte probleme të mëdha shumë me zeu verior, kur Shqipëria kishte zënë pozicionin e një vendi neutral dhe ndante lidhjen me perëndimin dhe Italia, Ministri i Italia bëri deklaratë e madhe, na shpëtoi Shqipëria, se ishin detyruar të investonin shumë në industrinë ushtarake për të mbrojtur nga agresor rus. Këto flasin dokumentat, flasin rezultate. Tani e kuptova qartë unë se si isha shumë i qartë, sepse në enciklopedinë amerikane, kur është indeksi atje shkronja komunizëm, shkruan vetëm Shqipëria u largua nga Traktati i Varshavës. Ajo që kryesorja. Sepse ajo paska qenë krye. Tani dhe politika e jashtme e NATO-s me në krye Amerikën, mbas largimit të flotës në këtë krau, ndryshoi hoqi nga objektiv ushtarak, dhe në rrugë diplomatike ka punuar në mënyrë vazhdueshme janë dokumentat që me ambasadorët për të fat krijon të fillon një afërsi të ngadaltë me Shqipërinë. Tani kam një pyetje këtu, si ka mundësi që u tërhoq Bashkimi Sovjetik, por la 4 nëndetëse këtu? Ato nëndetëset ishin Bashkimi Sovjetik? Ato ishin marrëveshje të nënshkruara. Dhe ishin marrëveshjet e nënshkruara nga shefi i shtabit tonë i përgjithshëm të saj kohe, me ata ishte e përcaktuar. 12 nëndetëse. 8 ishin dispozicion do rrinë dislokoheshin, vazhdimisht në Pashariman, ishin vetëm në favor të Bashkimit Sovjetik. Po 4? 4 ishin për të përbashkët në prosit të Shqipërisë. A kështu ishte marrëveshje, prandaj morëm ne. Se si laj. Me 4 nëndetëse, çfarë ishte Shqipëria në